Atmosfera festive e Krishtlindjeve ka mbushur shtëpinë më të njohur në Kosovë, Big Brother VIP Kosova 4, duke sjellë një ndjesi të veçantë për të gjithë banorët dhe ndjekësit e këtij spektakli. Çfarë ndodhi dje që e bëri këtë moment kaq të veçantë? Gjatë ditës së djeshme, një nga banorët, Eduard Kuçi, vendosi të shfrytëzojë hapësirën televizive për të përcjellë një mesazh të ngrohtë dhe plot vlerë për të gjithë besimtarët katolik. Ai e bëri këtë në një moment kur emocionet ishin në kulmin e tyre, duke e bërë mesazhin e tij edhe më të rëndësishëm. Eduardi, përmes kamerave, uroi festën e Krishtlindjeve, duke theksuar se harmonia mes njerëzve është e domosdoshme. Edhe në një ambient konkurrues si ai i Big Brother, ky mesazh i tij përshkonte një ndjenjë të thellë uniteti dhe respekti për traditat fetare. Fjalët e Eduardit ishin të zgjedhura me kujdes, duke uruar besimtarët për fat, lumturi dhe shëndet. Ky gjest i tij u mirëprit nga ndjekësit dhe opinioni publik, duke u konsideruar si një shenjë e pjekurisë dhe respektit të ndërsjellë. Ai tregoi se festivitetet janë një mundësi për të forcuar lidhjet mes njerëzve gjatë mbrëmjes. Eduardi vazhdoi të shpërndaj urimen, duke përshëndetur familjarët e tij në darkën festive të Krishtlindjeve. Ai përsëriti mesazhet e tij të mira për të gjithë shqiptarët, duke theksuar rëndësinë e bashkimit në këto ditë të veçanta. Me këtë veprim, Eduard Kuçi tregoi një anë tjetër të personalitetit të tij, atë të një njeriu me edukatë dhe tolerancë të lartë fetare. Ky gjest i tij është vlerësuar si një shembull i shkëlqyer i respektit për fenë katolike, duke përçuar mesazhe paqeje dhe bashkimi në një natë kaq të rëndësishme për shumë besimtarë.